Zbardhni çdo dosje të zyrtarëve të lartë të cilët abuzojnë dhe shkelin ligjin. Ky ka qenë apeli i ministrit të drejtësisë Ylli Manjani, drejtuar prokurorëve të Shqipërisë. Sipas kreut të drejtësisë, nëse prokurorët do të stepen përpara abuzimeve, atëherë reforma në drejtësi nuk mund të zgjidhë asgjë. Zbardhni dosje dhe bashkë me të dhëmbët çdo zyrtare që abuzon. Po, patjetër. Ministër atë çfarë do qoftë ai apo ajo. S'kemi ku ta gjejmë ne këtë. Vetëm tek prokurorët. Dhe nëse prokurorët stepen përpara abuzuesit, sigurisht që nuk ka reformë që i bën fajde kësaj gjëje. Manjani kërkoi ndër të tjera që prokurorët të ruajnë sekretin e hetimit, pasi është e papranueshme që dosja të zbardhet pa mbaruar çështja. Na duhet një prokuror aktiv që të jetë zot i çështjes hetimore dhe jo të hymë në piramidën e sekretari prokurorit me sekretarin e policisë gjyqësor të shefi policisë gjyqësor, shefi policisë gjyqësor të shefi policisë, policia të sekretarit e ministrit dhe kështu me radhë. Iku ka dalë dosja nga gazetë. Dosja hetimore në Republikën e Shqipërisë është më sekret në gazetë se sa në prokurori. Kjo është e papranueshme dhe nuk është fajuj. Kryetari i Unionit të Prokurorëve të Shqipërisë, Ndini Tavani, kërkoi që të ndalen etiketimet negative në mënyrë që të mos cënohet puna e kësaj strukture të drejtësisë. Nga të gjitha anët ne jemi target shënjestra e sulmeve. Edhe e them me bindje që në shumicën e rasteve jemi pa të drejtë, fyhemi anatemohemi në mënyrë të përgjithshme, pa prova, pa fakte. Dhe kjo reformë rëndësinë e saj më të madhe ka pikërisht në këtë kontekst, sepse do t'japi fund një herë mirë këtyre gjërave pa bazë të perceptimit të gabuar, përfundimisht do të ndajë shapin nga sheqeri. Unioni i Prokurorëve u mlodh për të diskutuar mbi propozimet që priten të dorëzohen brenda pak ditëve në lidhje me reformën në drejtësi.